Po që kemi një pyetje tjetër, shumë njerëzi e kanë një bindje se edhe kisha është njësoj apo e kanë të njëjtën vlerë si xhamia. Po, kjo folet për muslimanët. është dëgju shpesh herë, Allah që përbleft, është dëgju shpesh herë të disa njerëzi, edhe kjo është bindje gabume, njësoj, sikur se tjerët, edhe kjo është nga mos njohuria e fejës vetë, edhe mos njohuria e islamit në përgjithësi, edhe mos njohuria e shtëpive të Zotit, edhe pretendimi dhe thënja që thënë disa njerëzi se edhe kisha është shtëpia e Zotit, sikur se xhamia, edhe këto të dyja janë njësoj. Ju themi atyre se nuk janë njësoj, se shtëpia Allahu xhamia është xhami, kurse kisha është kish, edhe nuk mundet me qenë kisha e barabart me xhamin. Pse nuk mundet me qenë e barabart? Se në shtëpitë Allahut, në xhami, njësohet Allahu dhul xhelal. Edhe t'i bëhet ibadet dhe adhurohet vetëm se Allahu një. Kurse në kish është vend ku bëhet shirku. Në kish është vend ku bëhet kufri. Do me thonën, kisha në veti edhe ato të cilët lutën në kish, nuk i lutën Zotit të vërtet, por ato ndërmjetësojnë, bile prej besimeve tyre, Zotit i bajnë do më thonë akuz, dhe jam veshin djalin, dhe thojnë se Zoti ka djal, çka është kjo një punë shumë katastrofale dhe shumë e papranume në fenë Allahun dhul xhelal në Islam. E parat njerëzit të cilët e kanë këtë fjalë dhe e kanë këtë bindje, se edhe kisha është shtëpia e Zotit si xhamia dhe të dyja janë njësoj, kjo nuk ka bazë në fenë Allahut dhul xhelal, ju themi nuk është njësoj. Edhe njëherë po them nuk është njësoj, sepse në xhami njësohet Allahu dhul xhelal. Një xhami lart madhrohet Allahu dhul xhelal. Në xhami përkujtohet vetëm se Allahu një, dhe në xhami besimtari nuk i bën shirk Allahu dhul xhelal. Kurse e kundërta është se kisha në veti dhe vendet ku janë kishat, aty mrenda bëhet shirku apo politeizmi, jashtë Allahut lutet edhe diçka tjetër, edhe është vend i kufrit. Kjo është kurtimi çka desha të përkujtoj, edhe do me thonën këtë bindje, kisha pas dëshirë që dëgjuesit tanë, do me thonë mos mashtrohen duke u bë, do me thonën liberal i shumt, ose tolerant i shumt, duke mendu se po, ne jemi tolerant, dhe Islami është tolerant, mirë po, jo deri në atë nivel që ta shkeli shtandën, duke respektuar në kanë tjetër, duke menduar se ajo është i vërtetë. Më ngrit më tepër se sa s'duhet. Ai mundet me pasën besimin e vet. Edhe ne nuk e mohojmë. Ai le ta beson fenë e vet, unë e kam fenë time, por jo me shku deri në atë nivel që unë barazona, sepse jam i bindur se unë atë që e kam në zemër është i vetmi Zot që duhet të besohet. E ai Zot i vetëm që duhet të besohet dhe duhet të lartmadhrohet dhe duhet të njësohet është xhamia. Por nuk do më thonë se vetëm se në xhami besimtari e njësën Allahun. Besimtari e njësën Allahun edhe në punën e vetë ku është. Por vendet e pastërta janë ata të cilët njësot Allahu. Kurse vendet ku përmendet se janë njësoj, në këtë rast kisha, ne themi ato mundën me qenë të pastërta fizikisht, do më thonën betoni dhe tulla dhe dera, por adhurimet e tyre mrenda ndaj Allahut janë të njëllosura, por atë edhe nuk mundën me qenë njësoj kisha dhe xhamia, edhe nuk mundët me qenë njësoj, edhe njerë themi, sepse besimtari e njëson vetëm se Zoti një, e Zoti një nuk njësohet në kisha, por njësohet në shtëpitë Allahut të cilët quhen xhamia.